Fjalët që Alba ja drejtoi Benitës nuk ishin të rastësishme dhe as të thëna në vap momenti pa domethënie. Kush je ti që i përzihesh Elionës në debat me Klodin? Ai ja ke prerë kërthizën Klodit? Tiri, ulu, mbaj vendin tënd. Këto fjalë tregojnë qartë një përplasje jo vetëm mendimesh, por edhe kufish që janë shkelur prej kohësh, kur një debat nuk të përket drejt për drejt dhe megjithatë zgjedh të futesh. Duhet të jesh gati të mbash përgjegjësi për fjalët dhe pozicionin që merr. Alba nuk foli për të ofenduar pa arsye, por për të vendosur një vijë të qartë. Askush nuk ka të drejtë të flasë në emër të dikujt tjetër, sikur ai të mos kishte zë. Mendim apo aftësi për të mbrojtur veten. Pyetja a ja ke prerë kërthizën Klodit? Nuk është thjesht provokim, është një mënyrë e drejtë për drejt për të thënë se Klodi është i rritur, i pavarur dhe nuk ka nevojë për mbrojtës të vetë shpallur. Mbaj vendin tënd nuk do të thotë për ulje, por respekt për hapësirën dhe rolin e secilit. Në një shtëpi ku tensionet janë të larta, ndërhyrjet e panevojshme vetëm sa i hedhin benzinë zjarrit. Kur përzihesh në debate që nuk janë të tuat, rrezikon të bëhesh pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Alba foli ashpër sepse durimi kishte arritur kufirin. Sepse nuk mund të kërkosh qetësi duke krijuar kaos. Nuk mund të flasësh për drejtësi duke u futur aty ku nuk të takon. Respekti nuk është vetëm mënyra si flet, por edhe kur zgjedh të heshtësh. Ky debat nxori në pa diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo mendim duhet thënë dhe jo çdo situatë kërkon ndërhyrje. Ndonjëherë maturia është të rish mënjan, të dëgjosh dhe të mos marrësh role që nuk janë të tuat. Sepse kur kufit nuk respektohen, konfliktet bëhen personale dhe fjalët lënë pasoja që nuk harrohen lehtë. Në fund, kjo nuk është thjesht një përplasje mes emrash, por një pasqyrë e asaj që ndodh kur respekti mungon dhe kur secili harron vendin e vet dhe pa respekt, asnjë debat nuk mund të quhet i drejtë. Sado argumente të ketë.